Dosja hetimore ndaj kompanisë Bankers është transferuar nga Prokuroria e Fierit në Prokurorinë e Posaçme, pasi gjatë hetimeve paraprake janë zbuluar elementë të rinj që lidhen me korrupsionin dhe përfshirjen e zyrtarëve të lartë në një skem të dyshuar mashtrimi fiskal. Ndërkohë, CEO kinez i kompanisë dhe ish drejtori shqiptar, të arrestuar në korrik, kanë paraqitur në gjykatën e posaçme kërkesën për ndryshim të masës së sigurisë, duke kërkuar lirimin nga qelia dhe informacion mbi ecurinë e hetimeve 2 mujore. Hetimet ndaj Bankers nisën pas një kallëzimi nga drejtoria e hetimit tatimor, e cila konstatoi se kompania, që prej mbi 20 vitesh operon në zonën naftëmbajtëse Patos Marines, kishte shmangur pagesën e taksave përmes deklarimit të vazhdueshëm të humbjeve. Sipas të dhënave hetimore, në periudhën 2004-2024, kompania ka eksportuar dhe shitur naftë me vlerë rreth 532 miliard lek, por ka deklaruar humbje prej 11.7 miliard lekësh, duke mos paguar asnjë tatim fitimi. Në një reagim zyrtar, Bankers ka mohuar akuzat dhe ka deklaruar se është e gatshme të bashkëpunojë plotësisht me autoritetet shqiptare për zbardhjen e plotë të çështjes.